I dashur publik, ju në qatjeta dhe mirë se ju gjej përsëri në këtë pasditë të këndshme të së premtës. Sot ka qenë artikulli ynë thuajse i parafundit i hulumtimeve tona më shumë se 7 mujore lidhur me narrativen dhe strategjinë editoriale të modelit të Gazetës Nacionale që e zbaton Berat Buzhala, redaksia e tij dhe ai vetë në rrjetet sociale. Nesër në mëngjes kemi analizën thuajse përfundimtare të në përfundimit e gjetjeve tona. Prandaj desha që të paraqitem shkurtimisht që t'ju shpjegoj disa detaje të rëndësishme shumë interesante. Ato që kemi vërtetu edhe detektu si model të operacioneve editoriale të Berat Buzhalës është në përputhje goxha të mirë me strategjitë e luftës psikologjike të Federatës Ruse. Detajet për të cilat unë kam shkruar tash 3 vjet që nga viti 2023 e tutje, mirë po në mënyrën se si e kemi analizuar këto 7 muaj, një periudhë specifike që ka të bëj me nismen me ditën e nismës e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëndimit politikave të jashtme të Moskës zyrtare me Serbinë me 24 shtator 2022 deri me 24 shtator të vitit 2023 dhe më pastaj se si është raportuar situata. Si që keni pa, na nuk kemi nxjerr vetëm detaje të narratives dhe referenca të qarta të shkrimeve, qofshin editoriale, qofshin ato redaksionale të formave të raportimit, qofshin ato opinione të zgjedhura nga redaksia e Gazetës Nacionale. Ne gjithashtu kemi raportu në këtë seri të 5 artikujve hulumtues, gjithashtu edhe për dyshimet e lidhjeve biznesore të Buzhalës që datojnë me interesa të rrjeteve kriminale, por edhe politike paraushtarake të financuara nga Beogradi zyrtar, të cilat kanë operuar në veri të Kosovës deri më 24 shtator të vitit 2023. Ato vazhdojnë me operu në forma të ndryshme tash, pak më të fshehuna se që kanë operuar më parë, mirë po bazamenti i krejt ati operacioni do më në shpartaluar nga Republika e Kosovës, duke qenë se kanë ndërhyr për ti shpartaluar pasi që kjo ndërhyrje ishte provokuar, kuptohet nga përpjekja paraushtarake e Beogradit zyrtar për ta aneksuar veriun e vendit. Kjo përpjekje aneksimit të veriut të vendit ishte gjithashtu pjesë e asaj çfarë shihet si marrëveshje paraprake e ish presidenti Hashim Thaçi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku zoti Thaçi kishte premtuar zotit Vučić se do t'ja jepte veriun e Kosovës në një formë ceremoniale. Ajo që duhet ta di publiku është se përpjekja e presidentit Hashim Thaçi, ish presidentit Hashim Thaçi për t'ia dhuruar thesarin e Kosovës, pra veriun e vendit Serbisë në formë ceremoniale, është vazhdimsi e asaj çfarë dyshohet se zoti Thaçi mund të jetë marrëvesh me shërbimin sekret francez, duke qenë se ka qenë i rekrutuar i tyre, për çfarë është e dukshme që menjëherë pas intervenimit të NATO-s në Kosovë dhe ndërprerjes së luftës në vitin 1999, për ju kush e keni përcjellur dhe e keni parë videot ku zoti Thaçi paraqitet me xhipa mbi urën kryesore të lumit Iber dhe zona e veriut merret nën kontrollin e forcave franceze të NATO-s. Dhe aty në lumin Iber, pranë urës kryesore të lumit Iber, zoti Thaçi deklarohet hapun se veri i Kosovës fatkeqësisht nuk mund të jetë nën kontrollin e institucioneve të përkohshme të qeverisë të Kosovës. Me që rast mas asaj deklarate, në mesnatës 3 dhe 4 shkurtit vitit 2000, më pak se një vit më vonë, dëbohen rreth 11.364 shqiptar etnik nga
tokat e tyre, nga shtëpitë e tyre, 11 për tyre vritën, apo më shumë, nuk e di saktësisht numrin, edhe izolohet veriu i Kosovës nga struktura kriminale paralele të institucioneve të Beogradit. Dhe unë nuk mund të them që është toleruar nga institucionet e Republikës Kosovës vetë qeverisës edhe në pastaj ato të pavarura pas vitit 2008 kur është shpallur pavarësia e Kosovës, por është lejuar me marrëveshje të fshehta dhe është ndihmuar veprimtaria e Beogradit zyrtar, jo vetëm në verjen e vendit, por edhe gjithandej Kosovës. Ajo që është tashmë dhe më tragjikja që kemi marrë vesh në si redaksi në Londër është që për varrizat masive të cilat janë zbuluar së fundmi në Zupin Potok dhe rajonin e veriut të Kosovës, burimet tona ndërkombëtare ka konfirmuar se qeveria përkohshme e Zotit Thaçi ka qenë e informuar se ka pas varriza masive në veri të vendit. Gjithashtu, ata e kanë ndjekur, domethënë atë rrugë të cementimit, të instalimit sistematik të Serbisë në veri të vendit, po gjithandej Kosovës, po sidomos në veri të vendit. Me çrast krejt procedura e negociatave, procesi i negociatave që ka rrjedhur rreth idesë së dhënjes veriut të Kosovës në duart të Serbisë plotësisht, ku do të përfundonte gjoja me një marrëveshje përfundimtare, por e cila marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të asiguronte gjithashtu edhe krijimin e republikave serbe brenda Kosovës. Tash krejt karriera politike e ndërmarrjeve dhe ndërveprimeve të vullnetit politik të Zotit Thaçi është në përputhje të plot me interesat e Serbisë në Kosovë, dhe kjo ka kuptimin duke e ditur ne që Zoti Thaçi ishte rekrutuar nga shërbimi sekret francez dhe shërbimi sekret francez i shërben dhe një agjente shtetërore franceze e cila ishte në shërbim të mbrojtjes së regjimit gjenocidal të Miloševićit. Pra ky është Zoti Thaçi, njeriu i rekrutuar nga shërbimi sekret francez, i cili krejt veprimtarin politike ka bërë në shërbim të interesit të Serbisë në Kosovë. Duhet ta keni parasysh që gjithashtu Zoti Thaçi nuk është themeluesi i ushtrisë kombëtare të Kosovës. Sipas gjetjeve tona ulëntuese të zbardhura deri më tani dhe të konfirmuar edhe nga parashtresa e prokurisë speciale të gjykatës së Kosovës në Hag, aty konfirmohet domethënë që Zoti Thaçi, përveç dyshimeve dhe informacioneve tjera që ne kemi pasur nga dëshmitar, nga burime ndërkombëtare, Zoti Thaçi ka ardhur për t'i bërë puç themeltarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Disa prej tyre struktura e tij e manualit të vrasjeve politike i ka vrarë, i ka ekzekutuar, përfshirë Behajdin Allaçin dhe të tjerët, dhe pastaj struktura kriminale dhe vrasëtare e Zotit Thaçi i ka targetuar edhe politikanët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, mbështetësit e saj, besnikët e presidentit Rugova, gazetar, luftëtar të lirisë të cilët kanë qenë dëshmitar, por edhe që nuk janë pajtuar me veprime të tilla politike, të cilat faktikisht konfirmueshëm janë në kundërshtim të plot me interesat e Republikës Kosovës dhe interesat e qëllimeve shqiptare për të shkputur përfundimisht nga Serbia dhe eventualisht për të kaluar një të ardhme të mundshme për të bashkuar me Shqipërinë. Berat Buzhala hyn në këtë fotografi si njeri babai të cilit ishte torturuar në kampet e torturave të strukturës kriminale dhe vrasëtare të Zotit Thaçi, që tashmë njihet zyrtarisht si ndërmarrje e përbashkët kriminale, ndaj të cilës kërkohet burgosje me minimum 45 vite burg për secilin antar të saj, të cilët janë identifikuar si të dyshuar me dyshime të bazuara të ndërmarrjes së veprimeve kriminale të cilat janë në kundërshtim me rregullat e luftës dhe janë të dënueshme si vepra penale të bëra gjatë luftës. E kemi një situatë ku Zoti Buzhala me gjase ka shitur dhimbjen e babait të tij dhe e ka tregtuar atë. Dhe pas krejt kësaj tregtie, Zoti Buzhala është një prej mbrojtësit kryesor të kësaj agjende. Nuk po them të vetëm Zotit Thaçi, po është mbrojtës sipas gjetjeve tona hulumtuese, të paktën gjetjet tona hulumtuese sugjerojnë se Zoti Buzhala është mbrojtës i kësaj agjende. Ku e bazojmë ne këtë mendim?
në sajt e analizave 7 mujore të strategjisë editoriale narrative së Gazetës Nacionale dhe veprimeve të tij si person publik, si ish deputet i Parlamentit të Republikës Kosovës, lidhjet e tij me rrjetet kriminale dhe biznesore të lidhura me Serbinë në veri të vendit, dhe lidhjet e tij me Partinë Demokratike të Kosovës dhe rrjetet kriminale të Partisë Demokratike të Kosovës, siç është Sami Lushtaku, i cili është konfirmuar nga një gjykatë për vrasje politike, është dënuar rrethi i tij, kanë tentuar ta vrasin avokatin Gazmend Halila, i cili ka deklaruar denoncuar si njerëz të cilët dyshohen se janë përfshirë në vjedhjen e fondit çlirimtar. Zoti Lushtaku gjithashtu ka qenë i përfshirë në veprimtari të njëpasnjëshme të dhunës politike, të mentalitetit dhe karakterit të strukturës së manualit vrastar të zotit Thaqit, si ne kemi hulumtuar dhe kemi botuar si gjetje hulumtuese me 4 shkurt të këtij viti. Dhe çfarë ka bërë zoti Buzhala? Në vazhdimsi, pandalshëm, gjatë gjithë kohës kur agenda shtetërore e Republikës Kosovës, sidomos nga viti 2020 tutje, vazhdimisht e ka paraqitur Republikën e Kosovës si shkaktare të krejt krizave destabilizuese, edhe pse autoria e vetme dhe kryesore e krejt krizave destabilizuese në Kosovë ka qenë Serbia, por që ka qenë ndihmuar nga aleatët e saj të partive të ndryshme opozitare në Kosovë, cilat e kanë mbajt peng dhe kanë sabotuar procesin e konsolidimit të institucioneve të Republikës Kosovës dhe procesin e shkëputjes së Kosovës nga Serbia. Zoti Buzhala vazhdimisht i ka mbështet këto agenda politike, vazhdimisht e ka portretizuar Kosovën si fajtore kryesore dhe shkaktare kryesore të përshkallëzimit të krejt kësaj situate. Aq ka shkuar gjatë sa që ka dalur dhe i ka mbrojtur edhe individët si që janë Aco Arsenjević, Aleksandar Arsenjević, që zoti Buzhala i referohet si Aleksandri, njeriu i cili para se me mbajt zoti Buzhala një video material prezantim të tillë në mbrojtje të Aleksandar Arsenjevićit, ne si redaksi vetëm se i kishim konfirmuar që zoti Arsenjević ishte i lidhur me strukturat terroriste vrastare të Beogradit, por edhe me shërbimin sekret Beogradas, dhe një vit pas gjetjeve tona hulumtuese, ati ju gjetën Arsenal armatimi në oborrin e shtëpisë së tij dhe rrjedhimisht zoti Arsenjević sot asaj dite është në Arrati. Ajo që është më interesante është që disa satelit mediatik të cilët bashkë e bashkërëndojnë në mënyrë jo bashkë të hapun, por të tërthort agendën editoriale me agendën strategjike të mbulimit gazetaresk të zotit Buzhala, ata i kanë dhënë zë Aleksandar Arsenjevićit edhe nga largësia që ti transmetoj propagandën e tij kundër Republikës Kosovës në një përpjekje për ta portretizuar Republikën e Kosovës si shkaktare dhe fajtore për gjithë veprimet destabilizuese që në fakt Serbia e kishte orkestruar nëpërmjet të tillëve dhe si vet zoti Arsenjević, i cili po flisnë në mediat tona, në ekranet tona televizive, në Arrati, derisa është në Arrati sepse kërkohet nga institucionet e Republikës Kosovës i dyshuar për organizim të një kryengritje të armatosur kundër autoriteteve të Republikës Kosovës. Për çka kur ne kemi shkruar dhe kur institucionet e Republikës Kosovës kanë paralajmëruar për veprimtari të tilla, zoti Buzhala gjithmonë ka qenë i pari për t'i përqeshur këto në një përpjekje për ta bindur publikun kosovar që nuk duhet t'i besoj institucioneve të Republikës Kosovës. Pra, ne e kemi dokumentuar nëpërmjet këtij hulumtimi 7 mujor se zoti Buzhala përveç që e ka portretizuar çdo krizë, çdo destabilizim nga autorësia e Serbisë në Kosovë si rezultat i fajit të veprimeve sipas zotit Buzhala të gabuara të qeverisë së Kosovës, ai gjithashtu kur qeveria e Republikës Kosovës ka pas informacione kredibile se Kosova është duke u përballur me rrezik permanent dhe iminent të menjëhershëm nga operacionet e mundshme hibride të Serbisë, zoti Buzhala i ka përqeshur këto deklarata në një përpjekje konkrete
për ta bindur popullin e Kosovës se nuk duhet të besojnë institucioneve të Republikës Kosovës. Pra, ajo që ne mund të themi është që ne nuk kemi dëshmi, si që dhe kemi thënë në artikuj tonë të një pas njëshëm, që zoti Buzhala paguhet ose është marrë vesh me Serbin apo me Moskën zyrtare, që faktikisht një operacion i tillë i zotit Buzhala është në interes edhe të politikave strategjike të jashtme të Federatës Ruse, e cila politik mëton për t'i konvertuar shtetet Ballkanit Perëndimor në orbitën ruse, gjë që është shpjeguar si qartë nga ajo çfarë dihet nëpërmjet burimeve tona ndërkombëtare, nga takimi i orkestruar, i aranzhuar i zotit Thaçi me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, i cili takimi ishte aranzhuar nga presidenti Vučić me ndërmjetësim të Batan Haxhiut dhe iniciativa mbështetëse edhe të kryeministrisë së Republikës së Shqipërisë, zotit Rama, i cili ka përdorur gjithë aparatin shtetënor shqiptar në favor të politikave të Beogradit zyrtar, politikave agresive mund ta quaj të Beogradit zyrtar. Ne kemi një situatë që, domethënë, nuk kemi pasur mundësi të gjejmë dëshmi të cilat tregojnë se zoti Buzhala është duke u paguar nga Moska zyrtare apo nga Beogradi zyrtar. Ato dëshmi që i kemi gjetë se zoti Buzhala është paguar për një agjendë të tillë pro-moskovite dhe pro-beogradase dhe për ta portretizuar Kosovën si shkaktare të krejt operacioneve destabilizuese dhe krizave të ndërtuara dhe hartuara nga Beogradi në Kosovë, është zoti Buzhala është paguar nga parat e taksapaguesve të Republikës Kosovës gjatë kohës kur ky ka qenë deputet i Partisë Demokratike të Kosovës dhe pasi e ka humbur mandatin e deputet lëkut në Parlamentin e Republikës Kosovës, por që Republika Kosovës atëherë ka qenë menaxhuar nga Hashim Thaçi, pra një politikan i cili e ka zbatuar një agjendë politike pro-beogradase dhe pro-moskovite. Dhe normalisht ai i ka hartuar edhe veprimet e kanalizimit të fondeve publike për të financuar këto projekte. Si që dim, zoti Thaçi dhe administrata e tij ka financuar miliona edhe në Paris, duke i paguar kompanit e public relation, pra marrëdhënie me publikun franceze, për të lobuar në favor të dhënjes së veriut të Kosovës në duar të Serbisë. Po ashtu, zonja Çitaku, Vlora Çitaku ka qenë një prej operatorëve konkrete e cila ka lobuar në Washingtonin zyrtar për t'i bindur aleatët tonë perëndimor se dhënia apo coptimi i Kosovës në duar të Serbisë dhe instalimi i Republikave Serbe në Kosovë është zgjedhje e pranueshme dhe duhun për Republikën e Kosovës. Pra është një agjendë krejtësisht pro-beogradase, është pro-Kremlinit dhe është gjithashtu konfirmuar edhe nga burimet ndërkombëtare, por është denoncuar hapur edhe nga deputetja bosnjake Sabina Çudić, e cila ka dhënë një deklaratë të hapur publike për televizionin syri të programit A-Show në Adikrastan, të cili material ne kemi transmetuar më duket paktën 2 herë, atëherë kur zonja Çitaku po përpiqej të më etiketonte mua në një program televiziv të televizionit të shtat, po që nuk guxonte të më përmendte emrin, por që qartësisht pyeste pastaj se kush po donte ta tratonte vendin, kush po donte ta shiste Kosovën, dhe pastaj dola me një video ku ja transmetova edhe deklaratën e qartë të zotit Thaçi, i cili i përgjigjej moderatorit Blendi Fevziu në programin e tij televiziv, ku i thoshte se unë e kam propozuar dhënien e territorit të veriut Kosovës Serbisë presidentit Vučić. Ne i kemi transmetuar këto video materiale dhe kemi konfirmuar atë, por ajo që është shumë e rëndësishme i dashur publik është që ju të mos hezitoni ti ndani këto materiale, të mos hezitoni ti lexoni këto materiale, të mos hezitoni të flisni për gjetjet tona hulumtuese, sepse është shumë e rëndësishme që këto struktura
dashakeqe të Republikës Kosovës, të cilat lehtësisht mund t'i quaj edhe kriminale sepse janë të regjistruar në të gjithë thuajse raportet e inteligjencës ndërkombëtare si zemra apo bazamenti i mafjes së Ballkanit të udhëhequr nga Zoti Thaçi. Këto nuk janë pralla siç mund ata ti etiketojnë, to janë materiale, informacione të vërtetuara nga redaksia jonë në forma të trefishta të burimeve tona, por edhe të dokumentacionit që ne gjithmonë ofrojmë në fusnotat tona kur ne i hartojmë materialet tona ulëmtuese dhe i transmetojmë për publikun në mënyrë që ju të mund t'i lexoni. Mos hezitoni të lexoni, mos hezitoni të abonoheni me kronikat e Barutit, mos hezitoni që t'i ndani materialet e kronikave të Barutit me lexuesit e tjerë, me familjarët tuaj, me miqt, me dashamirët tuaj. Ne gjithashtu në materialin e nesëm e japim edhe propozimin tonë se si të merret Republika e Kosovës me këtë situatë, që Republika e Kosovës ti përgjigjet kësaj situate është jashtëzakonisht urgjente, është një emergjencë e jashtëzakonshme që Republika e Kosovës të ndërmarrë veprime konkrete për ta luftuar operacionin hibrid të dezinformacionit në Kosovë, që është krye këput në favor të politikave të Beogradit dhe në favor të Moskës zyrtare apo strategjisë politikës jashtme të Federatës Ruse për t'i konvertuar Shtetet e Ballkanit Perëndimor në orbitën e Rusisë. Është një domosdoshmëri jetike, vdekshmërisht jetike që institucionet e Kosovës të veprojnë sa më parë, sepse efektet e krejt kësaj propagande, krejt këtij operacioni narrativ të luftës psikologjike ndaj të vërtetës, vetëm se jemi duke filluar t'i ndjejmë tash, edhe pse ato kanë filluar në vitin 2020. Efektshmëria krejt kësaj narrative nuk e ka për qëllim për me ndryshu realitetin tash, e ka për qëllim për me dëmtu realitetin, për me dëmtu të vërtetën, për me dëmtu besimin e qytetarit në institucionet e veta dhe në aspiratën tonë për të konsolidu shtet dhe për të shkputur nga Serbia, për ta lodhur qytetarin. Dhe tani jemi në një situatë ku qytetari ka treguar lodhshmëri, sidomos në pjesëmarrjen e zgjedhjeve të qershorit të këtij viti, por mbase do të tregoj lodhshmëri edhe më të madhe edhe në zgjedhjet e ardhshme që pritet të mbahen ose në nëntor ose në dhjetor të këtij viti, sepse qartësisht partitë opozitare që janë të kapuna për bishti nga operacionet hibride të Serbisë dhe të Moskës zyrtare janë duke zbatuar atë agjendë politike me përpikmëri. Ata vazhdimisht janë duke gënjur publikun se është partia në pushtet, partia që po e fiton votën shumicë, përgjegjëse pse ne po shkojmë në zgjedhje, ndërkohë që faktet e të vërtetës në terren janë që këta janë përgjegjës pse ne po shkojmë në zgjedhje në mënyrë të njëpasnjëshme. Në më pak se 16 muaj Kosova ka shkuar 3 në zgjedhje dhe tani është duke shkuar për herë të 4 në zgjedhje. S'keni nevojë me kënd bindun, shikojani narrativen e deklaratave politike dhe ju e kuptoni që këta njerëz nuk janë të interesuar me formu shtet, këta njerëz nuk janë të interesuar me konsolidu institucione, këta njerëz nuk janë të interesuar me shkëput Kosovën nga Serbia. Këta njerëz janë të interesuar me u kthy në sistem pushtetit, me marr pushtet me çfarëdo mënyre, me çfarëdo kosto. Këta njerëz janë të interesuar me vazhdu me plaçkit Kosovën, këta njerëz janë të interesuar për me vazhdu zbatimin e plot të agjendës politike, të thellimit, të instalimit të kthetrave të Serbisë në Kosovë dhe eventualisht ose të coptimin e Kosovës ose zhbërjen e shtetit dhe kthimin final të Kosovës brenda kontrollit të plot të Serbisë në forma të ndryshme, qofshin edhe ato forma të krijimit të republikave serbe brenda Kosovës në mënyrë që ta bëjnë Kosovën jo funksionale dhe pastaj ta lodhin popullin, t'ja fshin memorien historike, nëse ju kujtohet, të tillë si Baton Haxhiu, Liri Mehmetaj, Ilir Mirena, entitetet mediatike pro Beogradase kanë shkuar aq larg sa që pa hezitim kanë deklaruar se ne duhet t'u falim
krimet e luftës Serbisë në Kosovë, por kanë shkuar edhe aq larg sa që kanë deklaruar edhe deklarata të tilla ku kanë thënë se ne duhet ta marrim vesh sipas tyre që ne kemi qenë fajtor pse Serbia pas ka bërë masakra në Kosovë. Merreni me mend, domethënë çfarë deklarate këta kanë guxim me thonë, aq larg sa që me thonë se ne jemi fajtor, pra viktima, qenka fajtore e operacionit gjenocidal, gjakatar, brutal të regjimit të Miloševićit. Domethënë, sikur të ishte ushqyer patriotizmi, kuptim plot, e vërteta, me njerë mas luftës, edhe t'ishte ushqyer intelektualizmi dhe patriotizmi i cilësisë së lartë, këto deklarata në çdo vend tjetër normal do të përballeshin me masa të panumërta popullore, ku këto televizione ose do të mbylleshin ose ata njerëz do të futeshin burg për këto deklarata. Jo, nuk mund t'i quaj skandaloze, nuk mjafton fjala skandaloze me u quajt një deklarat pas një tradhti e pastër i dashur publik, një tradhti e pastër. Unë nuk mund t'i quaj tradhtar këta njerëz sepse këta nuk ja kanë deklaruar besnikërinë patriotizmit shqiptar. Sepse nuk kemi një strukturë kushtetuese e cila i paracakton këto veprime. Por po i quaj tradhti sepse këta njerëz kanë lind në Kosovë, kanë lind në familje që flasin shqip, në familje që ndoshta ju kanë treguar për historinë e popullit shqiptar dhe vuajtjet tona, dhe kanë qenë dëshmitar të krejt operacionit brutal, gjakatar, gjenocidal të Miloševićit, i cili ka qenë orkestrim i dizajnuar nga Akademia e Shkencave të Beogradit për ta zhdukur popullin shqiptar nga trojet e veta etnike, pra nga Republika e Kosovës së sotme, dhe këta kanë marrë guximin që 26 vjet mas luftës me u deklaru hapun dhe me thonë që na jena kon fajtor pse Miloševićin e ka masakru. Kjo të më thonë, është treguesi qartë që për 26 vjet politika e Hashim Thaqit, Partisë Demokratike të Kosovës dhe të gjithë atyre eksponentëve politik mrena PDK-s, AK-s, përfshirë edhe LDK-n, të cilët nuk e kanë kundërshtuar një politik të tillë, një narrativ të tillë, një agjendë të tillë, ata të gjithë pa dallim janë të përfshirë në këto veprime. Dhe ta keni parasysh, ata eksponent politik mrena LDK-s që e kanë kundërshtuar një agjendë të tillë, ata janë përballë me grykën e pushkës, ata janë përballë me plumb, pra nga manuali i vrasjeve politike të Hashim Thaqit. Presidenti Rugova, si që dini, është përballur 2 herë me tentim vrasje. Lëvizje vendosje është përballur me brutalitetin e regjimit brutal të dhunshëm të zotit Thaçi, sa herë që ata kanë dalur dhe i kanë kundërshtuar agjendat e tilla politike ku kanë qenë lëvizje si lëvizje. Pastaj, kur janë bërë parti politike, janë përballur me orkestrimin e një skenari të dhunshëm, duke e manufakturuar, pra duke dizajnuar skenare të rrejshme të cilat kanë pas për qëllim për t'i izoluar partinë vetëvendosje si parti terroriste që pastaj t'i mbanin burg pafundësisht derisa ekzekutimi final i agjendës pro Beogradase, pro futjes së Kosovës suksesshëm në kthetrat dhe dorën e Serbisë të përfundonte. Por kanë dështuar dhe pastaj kanë bërë orkestrimet operacioneve të thyrjes së partisë vetëvendosje. Aty suksesshëm i kanë ekzekutuar disa operacione, por pastaj në një situatë shumë interesante të cilën ne jemi duke hulumtuar tash e disa vite dhe po përpiqemi të hedhim dritë me burimet tona ndërkombëtare dhe burime të tjera se çfarë kanë ngjarë para se të vritej
Astrid Dehari në qelinë e tij të burgut në Kosovë, domethënë e kanë vrarë edhe një prej aktivistëve të tyre në burg. Pra struktura e manualit vrastar të Hashim Thaqit ka qenë plotnisht operative deri në vitin 2020, derisa i është konfirmuar akt akuza zotit Thaqit nga Prokuroria Speciale e Gjykatës së Kosovës në Hag. Dhe ajo strukturë kriminale dhe vrastare është ende operative dhe madje është edhe në stres shumë të madh, është në trishtim jashtëzakonisht të madh, mirë po të vetmen gjë që nuk po e vepron ende për momentin është gryka e pushkës. Me qenë se kërcënimet e ndaj politikanëve, eksponentëve politik, figurave publike dhe gazetarëve edhe siguron, nuk po mungojnë për përpjekjet e përpjekjes për t'i trishtuar njerëzit nga përpjekja e tyre për t'i sfiduar agjendat e tyre pro-beogradase nuk po mungojnë, mirë po gatishmëria e tyre për të vrarë duket se është e shtrënguar me përmbajtje në përpjekje të shpresës se këta do të mund të kthehen disi mbrapa në pushtet dhe pastaj do të vazhdojnë sigurisht ta përdorin dhe grykën e pushkës pa problem, sepse këta janë njerëz të cilët i kanë duart e përlyera me gjak shqiptari. Këta janë njerëz të cilët i kanë zhytur duart e tyre me gjak shqiptari, me gjak të patriotit shqiptar, sepse janë duke zbatuar agjendën politike për ta rikthyer kontrollin e Beogradit mbi Kosovë. Kjo është e vërteta. Dhe krejt aleatët e tyre, politik, jo politik, formave të ndryshme të quajtur analist, mediave, entiteteve, portaleve, tabloideve, gazetave të ndryshme të cilët i mbështesin këto struktura politike, me apo pa vetdijen e tyre ata janë në agjendë të plot të Beogradit zyrtar. Domthon, kjo është e vërteta e hidhur, e trishtuar, e tmerrshme, e sekatosur, e cila na jep neve mundësinë që ta kuptojmë se ne duhet të bashkohemi si kombë, duhet të bashkohemi si popull, duhet të mbështesim strukturat intelektuale, politike dhe gazetareske të cilat janë të angazhuar verifikueshëm në një përpjekje për të sfiduar këto agjenda politike pro-beogradase dhe për ta bërë popullin bashk dhe për të kundërshtuar këto procedura dhe për ta treguar të vërtetën ashtu siç është. Prandaj këtu është shfrytëzoj rastin i dashur publik që të mos harroni të abonoheni me pagesë në kronikat e Barutit, sepse ne është e vetmja mënyrë që ne mund të vazhdojmë me abonimet e parave tuaja që ju paguani çdo muaj nga 5 euro në kronikat e Barutit, ne mund të financojmë projektet tona gazetareske të pavarura, por me strategji të qartë, editoriale, për të mbrojtur interesin e Republikës Kosovës, pra interesin e publikut të Kosovës, për t'ju treguar të vërtetën, por edhe për t'i sfiduar projektet politike anti-Kosovë të cilat kanë për qëllim për ta kthyer kontrollin e Serbisë në Kosovë. T'jeni të qartë, puna nuk është kryer. Kushdo që na thotë se puna është kryer, ata po përpiqen të na vëjnë në gjumë në mënyrë që ata të vazhdojnë ta kryejnë punën e agjendës së Beogradit në Kosovë. Puna e konsolidimit të shtetit të Republikës Kosovës nuk është kryer, puna e shkëputjes së Kosovës nga Serbia nuk është kryer. Serbia ende i ka kthjetrat në Kosovë, i ka kthjetrat nëpërmjet partive të ndryshme politike, i ka kthjetrat nëpërmjet institucioneve të ndryshme të Republikës Kosovës ku pushteti 20 vjeçar brutal, vrastari Hashim Thaqit i ka instaluar në institucionet tona. Ne kemi shumë punë si gazetar, ne kemi shumë punë si redaksi, prandaj është domosdoshmëri jetike që ne të mund të konsolidojmë buxhet dhe të zbarkojmë në Kosovë, edhe të bëjmë hulumtime, gjurmime, të fusim duart në përkrejta strukturat e institucioneve dhe të vëzhgojmë, të shohim, të detektojmë, të ekspozojmë aty ku i ka instaluar arrinjtë të fjetur të Beogradit, pushteti brutal pro-Beogradas 20 vjeçari Hashim Thaqit në Kosovë. Është domosdoshmëri etike që ky projekt të realizohet, por ky projekt nuk mund të realizohet pa mbështetjen tuaj dashur publik, pa abonimet tuaja me pagesë. Ne nuk mund ta bëjmë ndryshe këtë punë. Prandaj ju lutem shumë,
unë kam privilegjin dhe nderin e lartë që kam gëzuar mbështetje nga autoritetet shtetënore të Britanisë së Madhe, por kjo mbështetje nuk ka ardhur vetëm pse ata kanë dashur ta bëjnë atë, ka ardhur gjithashtu edhe me kërkesat e mia të njëpasnjëshme, me komunikim me autoritetet këtu, por gjithashtu me kërkesat e mia në komunikim të vazhdueshëm edhe me redaktorët e politikave të jashtme të mediave kryesore të Shtetit Britanik, por gjithashtu edhe me mbështetje të kolegëve të tjerë dhe entiteteve të ndryshme britanike të cilat janë të interesuar për mbrojtur edhe interesat e strategjisë sigurisë kombëtare të Shtetit Britanik në Ballkanin Perëndimor. Dhe pa mbështetjen tuaj financiare i dashur publik, unë nuk mund të bëj asgjë. Prandaj i lutem shumë ta keni parasysh që është jetike të bëhen abonime sa më shumë me pagesë te kronikat e barutit në mënyrë që ne të mund të konsolidojmë buxhetin, të zbarkojmë Kosovë, sepse është shumë e mirë që po bëjmë punën nga larg, por është 500 milion herë dhe më e mirë atëherë kur unë mund të zbarkoj me të paktën 5 gazetarë britanik brenda në Kosovë, ti rekrutojmë studentët e fakultetit gazetarisë atje, ti trajnojmë e ti përgatisim për vizionin tonë gazetares dhe integritetin profesional të bërit punë gazetareske dhe patriotike në Kosovë dhe ta pastrojmë Kosovën nga arrinjtë e fjetur të Beogradit, të cilët janë instaluar në shërbimin tonë civil të Republikës Kosovës për 20 vjet rresht pushtet të pushtetit brutal të agjendës pro-beogradase të ish-kryeministit dhe ish-presidentit zoti Hashim Thaçi. Ka që kisha për sonte, abonohuni me neve, tregojni tjerëve, shpërndajni këtë video, folni për këto gjetje, folni për këtë që ju e thash, tregojni sa rëndësishme është ky projekt dhe ju lutem shumë abonohuni me pagesë sa më parë, sa më shumë që është e mundshme, sepse është jetike që ne të zbarkojmë në Kosovë, siç ka qenë jetike puna politike dhe vizioni politik i presidentit Rugova, siç ka qenë jetike themelimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila ushtri nuk është themeluar nga Hashim Thaçi, por është penguar nga ai, siç ka qenë jetike rënja heroike e komandantit Adem Jashari me familjen e tij, siç ka qenë dhe mbetet jetike që Kosova të ketë ndërtuar struktura dhe figura intelektuale, politike si zoti Kurti dhe mbështetësit e tij. Siç ka qenë dhe mbetet jetike që Kosova të ketë më shumë gazetar me integritet dhe aftësi e kapacitet profesional si që jamon. I lutem shumë, është domosdoshmëri që të ndërtojmë gazetarë sa më shumë të kategorisimi profesionale dhe të rritën e të edukohen edhe të përparojnë për të mbrojtur interesin tonë kombëtar. Është domosdoshmërisht që ky projekt të financohet nga publiku ynë, nga populli ynë dhe të vazhdojmë përpara. Qofshim e shnet e shihemi në prezantimet e tjera.